A ju ka ndodhur që të gjykoheni për shkak të paraqitjes së jashtme ose të gjykoni dikë tjetër për shkak të paraqitjes së jashtme? Ky është një nga gabimet që ne si njerëz e bëjmë shumë shpesh, por sidomos si shqiptar. Dua të tregoj dy histori interesante që shpresoj që do t'ju bëjnë të mendojnë edhe ta rishqyrtoni qëndrimin tuaj ndaj njerëzve të cilët duken ndryshe ose ndoshta ju nuk ju pëlqejnë aq shumë për shkak të paraqitjes së jashtme. Para 2 ditëve isha në një dyqan aksesorësh këtu në Tiranë për të gjetur një produkt. Tregoj foton personit që ishte te banaku dhe më thot nuk e kemi. U çudita sepse më drejtuan aty dhe më thanë që me siguri e gjen në këtë dyqan. Dhe e pyes përsëri personin, a mund të shikosh edhe një herë, hodhi një shikim të shpejt në kompjuter, më tha jo, nuk e kemi. Atëherë unë po qëndroja aty dhe po shikoja gjërat e tjera që kishin. Dhe ndërkohë, nga brenda magazinës së dyqanit vjen një punonjës tjetër, i cili më ofrohet me shumë mirësjellje, më thotë si mund të ndihmoj? Them që po kërkoj këtë produkt, por vajza më tha që nuk e keni. Dhe më tha, a mund ta shoh pak? Dhe i tregoj foton. Thotë po, ne e kemi këtë. U fut brenda në magazin dhe për 2 minuta erdhi me produktin e duhur. Pse kjo histori është kaq interesante? Sepse nëse ti do të shikoje personin dhe do ta gjykoje nga aftësitë e jashtme, do të mendoje se ky nuk do të zgjidhte punë. Por në fakt ai ishte personi adapt, ekspert që njihte shumë mirë dyqanin, inventarin, edhe vendin, sepse ju desh vetëm 2 minuta të shkonte ta merrte dhe ta sillte. Dhe kjo histori më kujtoi një histori tjetër, historinë e dytë që thash që do ju tregoj. Kur kam bërë trajnimin për këshillimin e karrierës para shumë viteve, ishte një histori që më mbeti në mendje. Ishte historia e një djali me sindromën Down, emri i tij ishte Johnny, dhe ndërsa ju bë këshillimi i karrierës nxënësve të një klase në një shkollë të mesme, drejtori i shkollës kërkoi që ky shërbim t'i ofrojë edhe Johnnyt, këtij fëmije me sindromën Down. Kështu që këshilluesit u ulën edhe me Johnin dhe vunë re që Johnny kishte një aftësi tepër specifike. Ai kishte një memorie fotografike. Do me thonë, mjafton që ta shikonte një gjë dhe do ta mbante mend. Gjithashtu mbante mend emrat edhe detajet të tjera vetëm me një të dëgjuar. Kështu që Johnny t'u sugjerua që të fillonte punë në një kompani makinash. Dhe a e dini çfarë ndodhi? Johnny u kthye brenda një viti në punonjësin e vitit. Punonjësit që i donin më shumë klientët. Pse? Sepse sa herë që Johnny ishte në turnin e vet, do t'i duhej vetëm 2 minuta për të gjetur produktin që ata kërkonin. Dhe kjo fal një dhuntie shumë specifike të një njeriu që askujt nuk do t'ia merrte mendja që do ishte kaq efektiv. Çdo njeri nga ne është i çmuar, çdo njeri nga ne ka dhunti që nuk i ka askush tjetër dhe nuk mund t'i zvendësojë. Asnjëri prej nesh nuk meriton që të gjykohet vetëm nga paraqitja e jashtme, qoftë për vlerën që kemi, qoftë për aftësitë që kemi, qoftë për produktivitetin ton, sepse secili nga ne është krijuar në një mënyrë të mahnitshme dhe të mrekullueshme. Do doja që ta mbyll shpejt e shpejt me një nga psalmet e mia të preferuara, që është Psalmi 139. Ky është i vlefshëm për çdo njeri, pavarësisht nga kombësia, ngjyra, raca, aftësitë e dukshme ose paraqitja e jashtme e dukshme, sepse Perëndia nuk bën asnjëherë gabime. Dhe ky psalm thot: po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, e më ke endur në barkun e nënës time. Unë do të të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshehtë për ty, kur u formova në fshehtësi dhe duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu pan masën pa trajt të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. O, sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, Perëndi, sa i madh është gjithë numri i tyre. Ti je krijuar në mënyrë të mrekulluar, për një qëllim të lartë dhe me vlerë. Asnjë tjetër nuk ka qenë si ti dhe nuk do të jetë si ti. Dhe ti ke vlerë. Zoti të bekoft, edhe dëgjohemi në videon tjetër.